7 ditë rresht, shkojmë vërtall populli i Zotit mureve të Jerikos. 6 ditë nuk ndodhi asnjë gjë. Dhe ditën e 6 kishin të gjitha arsyen për të thënë, është e kotë të shkojmë rreth e qark murit. E megjithatë, ata u bindën dhe bën atë që Zoti ju kishte thënë 7 herë, duhet I bien vërdall mureve. Dhe ata u bindën dhe vullneti Perëndis u bë. Muret ran ditën e 7. Jeriku ra. Dhe aty ishte momenti që Zoti tregoi, unë jam me Josueun. Unë jam me ju. Asnjë mur më nuk mund të qëndrojë ndërmjet jush dhe bekimeve që ju kam dhënë. Dhe sot unë dua të them, sot është dita e 7 e javës. Dhe të inkurajoj, të çohesh e të thuash, qëndroj në Zotin. Edhe në këto momente të vështira, unë I bindem Zotit. Dhe dje, muret do të bien. Dje, Zoti do të tregoj që është me ty dhe për ty. Zoti do të tregoj që të gjitha që të ka premtuar do të marrin trup. Prandaj bindu sot dhe çau dhe thuaj, sot muret bien. Unë vendos t'i bindem Zotit. Unë vendos në mesin e kësaj situate të vështirë të them, Zoti lufton për mua.